Të tjerët kanë mandat kufizum. Pse për LDK-n Albin Agjiu është e papranueshme, zoti Aziri, dhe këtë tentim që po bën vetëvendosje për votimin e fshat? Asnjëherë LDK s'ka thonë që Albin Agjiu është e papranueshme. Asnjëherë s'e kemi thonë. Kush ka thonë që LDK ka thonë nuk ka problem me emrin e përvetshëm. Na kemi problem me procesin, jo me emrin e përvetshëm. Është e drejtë e fitume që vetëvendosja me propozu kandidatin nga radhët e partisë të tyre ose partnerëve të tyre, çështje që ata zgjedhin. Çfarë do emri, profili, ata kanë zgjedhë këtë emër, e kanë propozuar problemi i tyre, nuk është i joni. Por ata do të me menu gjithmonë, a është emri i cili merr shumicë, do të më asiguru, nuk është e mjaftueshme vetëm me propozu dikën. Do të më propozu dhe me zgjedh. E mes propozimit të zgjedhjes ka hyrë një det i tonë. Sepse nuk pe zgjedhe, nuk po arrin me kriju shumicë me zgjedh. Nuk është e mjaftueshme me dalë, me thonë unë të kom propozu tash bën çka dush. Ka pasur po ashtu deklarime. LDK nuk e ka problem, edhe njerë po ta nënvizoj. Se ka problem Albin Agjiu? Emrin e përvetshëm, se mundet mundru nesër ose pas nesër. Ka parti politike që ka thonë ndrone emrin, na votojmë, që s'pëndrohet emrin për me kryu shumicë, që është e prapë e vlerësimeve të zotit Kurti, po të LDK-ja ka qenë parimore, nuk është zgjedhja kryetarit, nuk është procedurale, është politike. Është përfaqësuesi më i lartë i organeve kushtetutës edhe të venit tonë, atëherë bën marrëveshje me dikën kur është shumicë edhe zgjedhë kryetarën e mandej zgjedhëm edhe kryesin. Për ndryshe nuk ka shtesë procedurale. Kemi parë për ashtu deklarime nga vetëvendosit që thonë që betejë nuk po bëhet për kuvendin, por për ta penguar zotin Kurti që të bëhet sërish kryeministër. A është ky qëllimi në fakt edhe juaj si LDK dhe partitë e tjera? Asnjë lëvizje politike prej nën shkurtit deri sonte nuk ka pas që me pengu ndërtimin e qeverisë. Përkundrazi, komoditetin e madh që e kanë leju partitë politike, ka bërë që vetëvendosja tash me fillu fajin e vetë me mundu me e shpërndat tek të gjithë të tjerët. Që nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë, sepse nuk ka pas asnjë lëvizje që të tjerët. LDK ka dalë me një propozim, por nuk ka shkaktu asnjë lloj procesi. LDK ka dalë me një propozim tjetër, nuk ka shkaktu asnjë lloj procesi. Na mendojmë që kjo është zgjidhja më e mirë, opsioni LDK-s kjo është zgjidhja më e mirë, për cilën ne besojmë që është më e mira. Zoti Kurti ka pas kohën e dynjojës dhe drejtën e Zotit me shty opsionin e vetë dhe me kry deri tash. Mi pas LDK-ja 48 deputet, kjo punë është harru, moti na kishmi folë për 100 ditë e punës në qeveri. Për 100 punës dhe qeverisë? Sigurisht që po. Na kishmi folë për 100 ditë të punës tash. Tash për tek saj 100 ditë, na nuk po mund të flasme për kur gjo. Ende po flasme për çështje procedurale, ku vendi a duhet me pas komision ad hoc për votim të sheft apo votim të hapur, që është marrë një pozicion, kjo është istikam politik. Të nëse e bën istikame politike, hyn aty, edhe i prit shënjestër, rival politik, kanë me godit dhe kanë me zgjedh, me përfitu për ka veti për me të votu, është çështje ke tjetër. Por nuk është zgjidhje e problemeve, nuk është proceset që japin oksigjen jetës politike, formës bashkëpunimit tonë. Sepse ky proces që shka lot ka me determinu 4 vjetë arshme që shka më punu. Po që unë procedurale, zoti Aziri, por kjo procedurë po kryon... Po është... Vetëvendosja për qënë procedurale, unë po thënë politike. Politike në të tjera, por është krizë institucionale. Kriza ma modhe institucionale që ka ndodhë këto vitet e fundit, është. Prandaj? Por është e programume. Ajo që e ka programu këtë krizë, vetëm aje deblokon. Ne nuk kemi marrë pjesë. Kush është ai, zoti Aziri? Partia e parë.